Mirdita, dje shqiptarët, europianët dhe qytetarët e mbar botës panë se kreu organizatës kriminale të Tiranës është një herazi dhe klouni ndërkombëtar. Është një heraz dhe klouni ndërkombëtar. Edi Rama shfrytëzoi samitin e bashkimit politik të Europës për të përqeshur, për të tallë me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Konkretisht, me një proces të suksesshëm, paqe, siç ishte paqja e Kaukazit. Edi Rama klounadën e tij, që e filloi në sallën e samitit, e vazhdoi më vonë dhe me mediat, duke bërë të njëjtat deklarata. Në një akt të verbër, kukull e George Sorosit mendoj se ky është shërbimi më i madh që mund t'i bëjë këtij të fundit. Por ky është shërbimi më i keq që Edi Rama mund t'u bëjë shqiptarëve. Ky është shërbimi më i keq që Edi Rama mund t'i bëjë Europës. Në darkë, u përpoq të marrë kthesën, duke dëshmuar edhe një herë se sa hipokrit dhe i pa karakter është. Sa hipokrit dhe i pa karakter është. Kam sjell këtu jo klounadën e tij me paqen e Kaukazit, por kam sjell deklaratat e tij zyrtare për të kuptuar se çfarë hipokriti dhe i pa karakter është. Me datën 1 shtator të vitit 2025, në forumin e Bledit, në Sloveni, kukulla e George Sorosit, Ramaduro, në fjalën e tij theksoi: askush nuk mund thotë se ka ndonjë lloj paqartësie, por besoj që Europa nuk duhet të presë se çfarë do të ndodhë më pas në anën tjetër të oqeanit me planin e paqes. Është fjala për Ukrainën, planin e Ukrainës. Në anën tjetër të oqeanit janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Europa, vazhdon ai, është përmbi të gjitha paqë. Është kultura e paqes. Është paqja në kulturë.
Sipas tij, Europa paq nuk duhet të pyes Shtetet e Bashkuara luftë, apo Europa, kultura e paqes, pa çka se ka shkaktuar dy tragjedit më të mëdha njerëzore të gjitha kohrave, luftën e parë dhe luftën e dytë. Qenë ka kultura e paqes, kurse ato urët e zjarrit del se kanë ardhur përtej Atlantikut. Ky njeri që shprehet publikisht në këtë mënyrë, çfarë thotë mbrëm? Pasi klounat e tij u bë botërore, pasi mediat i kërkuan shtëpisë të pronësohet. Mbrëm në darkë, pasi përqeshi gjithë ditën në sallën e samitit dhe më pas para mediave, arriti të paqë në Kaukaz të presidentit Donald Trump, kukulla e George Sorosit e Ramaduro shkruan. Prandaj ta themi troç. E vërteta është që presidenti Trump është treguar si një lider që riktheu fjalën paq në fjalorin e perëndimit pas shumë vitesh. Pra, mani mend pak Bledin, por tani fjalën paq e riktheu në fjalor pas kaq vitesh në perëndim presidentit Donald Trump. Pyetja ime për çdo shqiptar është: a mund të përfaqësoj ju një kloun i shpifur si ky, i turpshëm, ordiner? Mediat amerikane publikuan dje fotot e kryeagentit zbulimit, ish kryeagentit zbulimit Shteteve të Bashkuara me Gonigal në zyrë me Ramaduro. Në kohën kur ai bënte gjaun kundër presidentit Trump dhe bashkëpunëtorëve të tij në vitin 2017. Rrjetet sociale rikujtuan se nga zyra e Edi Ramës u paguat $225,000 i korruptuarin mos dhe më shumë agenti i par regjistruar apo i regjistruar i Kins Aiwan dhe Vetrama në atë vorbull. Paraqiten pra, rikthyer dhe një herë krimin e tij të shëmtuar të korruptimit të kryeagentit të kryezbuluesit Shteteve të Bashkuara me Gonigal. Altin Troplini, bashkëpunëtori ngushtë i Edi Ramës, por burim e thonë se ai ka patur lidhje dhe me Gonigalin. Dhe unë këtë nuk e kam të provuar. Ai e ka mohuar. Ka thënë që jo. Të tjerë thonë se janë zhvilluar takime në Dumëre. Pikërisht për këto qëllime. Por s'ka rëndësi këto. Ka rëndësi se ky i papërgjegjshëm në një rast skandalit ndërkombëtar, korrupsioni ndërkombëtar,
nuk mbyll dosjen dhe nuk guxon të thrasë Edi Ramën, nuk guxon të jap atë që meriton Dorian Duçka, i cili të dhënat më sensitive të FBI-t i mori nga Mek Gonigar dhe ja u dërgoi palës kineze. Për Altin Troplinin. Kjo nuk ka rëndësi. Ky veprim që kryhet nga qytetar shqiptar ndaj një vendit partner kryesor nuk ka rëndësi se nuk është kryer në Shqipëri. Edhe njerë, denoj me forcen më të madhe klounadën e Edi Ramës. Dhe u them se është absolutisht jo akti pa kontrolluar, por akti qëllimshëm. Ju duhet ta dini se ish familjar kryesor të Edi Ramës, Delina Fico organizon aktivitete në cilat shpall video ku presidenti Donald Trump paraqitet si Hitleri. Në një akt të papërgjegjshëm. Natyrisht Delina ka problem, se ka marrë 10 milion dollar nga takspaguesit amerikan, ka përvetësuar bashkë me atë Llagamin dhe njëri tjetër. Por krahasimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara të zgjedhur me votën e lirë të amerikanëve në video me Adolf Hitlerin është një akt absolutisht i dënueshëm, i papranueshëm. Ti mund mos ndash me presidentin Trump mendime, mund mos jesh dakord me qëndrime, po s'mund ta krahasosh kurrë me të pakrahasueshme. Me diktatorin me gjakatar, me shkatrimtar të historisë. Dhe kjo ndodh pra, dini ju, familjen e gjerët e Edi Ramës. Pse ndodh kjo? Se të dy janë kukullat të Sorosit, si Rama edhe Delina. Si Olsi edhe Linda. Të gjithë janë fare Sorosit. Si mundet ta shpjegoni ju? Të shfaqet, të hapet mbledhja me video ku paraqitet presidenti i Shtetit të Bashkuara si Hitleri. Pra, desorisifikimi i vendit duhet jetë një nga projektet më kryesore për opozitën shqiptare. Faleminderit. Zoti Berisha, duke marrë parasysh për masat të cilat mori kjo video e momentit ku kreu i qeverisë Edi Rama tallet, po themi, me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, duke u pasqyruar edhe në mjaft media ndërkombëtare, a mendoni se ky moment diplomatik mund të cënojë ose mund të ketë ndikim në lidhje diplomatike të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pyetja e parë. Unë mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administrata e re e presidentit Trump, me
qëndrimin e tyre ndaj karteleve të drogës, lidhjeve të qeverisë shqiptare me drogën, ka kapur problemin më themelor për shqiptarët. Kështu që Edi Rama jo rastisht doli si kloun aty. Nuk shkoj dot, ju e pat, nuk shkoj dot në OKB. Shkoj presidenti i Iranit dhe ky nuk shkoj dot. Ati i vunë ca kufizime që ministrat e tij s'mund të shkojnë në dyqanet e luksit, kurse ky nuk shkoj dot. Nuk shkoj dot. Ja u tregova unë ftesën e shpërndar nga Këshilli i Marrëdhënieve shqiptaro-amerikane, ku thoshte i ftuar Edi Rama. Kishte pronotuar. Nuk shkoj dot. Nuk kanë faj Shtetet e Bashkuara, ka faj ky. Lidhet e tij me drogën, lidhet e tij me krimin. Ka faj, e ky është. Por çdo gjë ka një fund dhe këtij po i vjen fundi. Kjo është e vërteta. Berisha paralelisht me këtë konferencë është edhe kreu i qeverisë Edi Rama në një konferencë me gazetarët ku po prezanton një plan masash për ndërtimet pa leje. Si u duket kjo iniciativë në kohën kur ju dhe vetë opozita keni akuzuar shpesh qeverinë për dhënien e lejeve për ndërtime, sidomos në kryeqytet? Faleminderit. Tani unë e kam deklaruar këtu që prej disa muajsh, Edi Rama i Ramaduro, i pushtuar, i ngërthyer nga kartelet e drogës, ka vetëm një temë: kulla, ndërtime, arkitekt. Kjo që bën ky tregon korrupsionet të mërshëm të këtij sistemi që vendosin. Të gjitha ata që kanë shkel ligjin në mënyrë absolute e kanë bërë kundrejt pagesës. E kanë bërë kundrejt pagesave të majmet të zyrtarëve të kësaj administrate. Ata vazhduan, pasi Arben Maloku e të tjerë se që janë, 4-5 vite më parë u kapen me pallate krejtësisht pa leje. Dhe Edi Rama mori vendimin që t'ja u legalizoj, t'ja u shes po atyre. Kështu që këto nuk janë asgjë tjetër vetëm përpjekje të një njeriu të dështuar dhe të korruptuar për të mbuluar me zhurmë. Për të mbuluar me zhurmë skandalet e tij të mërshme ndërkombëtare. Mos harroni edhe një herë, në OKB ishte presidenti i Iranit. Nuk shkoj dot Edi Rama. Nuk shkoj dot. E priste FBI tek dera e aeroportit apo nuk e priste, unë nuk e di. I dhanë vizën apo si dhanë vizën, këto nuk i di. Ja anulluan ftesën për pritjen e presidentit Trump apo nuk ja anulluan, këto nuk i di. Por di që ky nuk shkoj dot dhe të gjitha përgatitjet që kishte bërë i anulloi. Tani kërkon të tërheq vëmendjen e qytetarëve me gjëra krejtësisht të tjera. Pra një përpjekje thjesht për të tërheq, për të deklaruar se maliqin që ndërtova do ta kthej në ligj tani.
Zoti Berisha, në kohën kur ju ishit në Strasburg, presidenti Bajram Bega ka dekretuar datën 9 nëntor si ditën e zgjedhjeve në 6 bashki, përfshirë edhe Tiranën. Në mungesën tuaj, funksionarët dhe zyrtarët lartë të partisë e kanë cilësuar dekretin e Begajt si puç kushtetues e po ashtu edhe nul. Pyetja konkrete është, në rast se këto zgjedhje konsiderohen për Partinë Demokratike si të jashtëligjshme, të paktën për Bashkinë e Tiranës, a do rikonsideroj vendimin për të mos i bojkotuar ato Sali Berisha? Pyetja parë. Së pari, të ndalem pak tek Bajram Limjani. Qoftë se shkoni merrni dosjen e Gjirit Limjanit, e bazës ushtarake, ju do gjeni aty se ajo dosje krimi e bërja të president. Shqipëria nuk ka një president, ka një sklav të krimit që fshihet prapagishtit dhe që më thanë se u fsheh prapar Usmajlit. Tani më thuj një mundë. Më thoni ju më pak. Në të drejtën kushtetuese, ose në parimësi, njeriu më përgjegjës për zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese është presidenti i Republikës. Presidenti i Republikës. Kushtetuta austriake ka për përmbarues të vendimeve të gjykatës kushtetuese presidentin e Austrisë. Po. Kurse Bajram Limjani fajnë e ka Ilir Usmajli, thot. Qarë mund të thosh këtyra, thot? Turpi historisë. Doset ja banë Altin Troplini këti, ka doset të Altin Troplini. Po e mbrona aty. Nuk ka akt më të turpshëm. Tani, nuk bojkoton Partia Demokratike. Ne jemi në kushtet të një regjimi autoritar. Ne jemi në kushtet të një diktature autoritare, në të cilat ligji dhe kushtetuta e një letër e vdekur. Por, duhet jemi shumë të hapur. Ose duhet vazhdojmë betejën e këtë hapësirë që kemi, ose duhet largohemi nga kjo hapësira dhe të kalojmë në metoda tjera. Por ne jemi forcë demokratike. Ndaj dhe ne qëndrojmë edhe në të hapësirë të kufizuar, që Dirama e ngushton në mënyrën më të turpshme, së pari, duke emëruar për kandidate për Bashkinë e Tiranës, njërin nga njerëzit më të korruptuar dhe më të inkriminuar në historinë e vendit. Ajo që mbar Tirana e quhen korbe e korrupsionit, korbe e Covidit. Nuk ka gjë më tran se t'u paraqesë qytetarëve të Tiranës për kandidate një njeri, e cila në kohën kur Tirana ishte pothuajse spital si kur në njëherë në historinë e saj, që nga mesjeta virte në mënyrën më të papërmbajtur fondet për maskat, për respiratorët, për ilaçet e smurve që vdisnin njëri pas tjetri. Falsifikonte me 5 herë numrin e vdekjeve.
blokon të shtrimet. Nuk ka ogerta e zezë, apo korbe korupcionit. Në çdo vend ku ligji është ligj. Do të dënohej me dënimet maksimale të kodit të atyre vendeve. Absolutisht me dënimet më maksimale të kodit të atyre vendeve. Ajo ngjiti Shqipërinë në 3-4 vendet me vdekshmërinë më të lartë në botë nga Covidi. Pikërisht me vjedhjet që u bënte fondeve për ilaçe. Pra, merr këtë të parën tek Edi Rama. Të tjera vetë kuptohet, është i aftë të bëjë çdo gjë. Por ne, thash, ne nuk bojkotojmë. Jo, edhe unë jam i bindur se akti më i thjesht është bojkoti. Akti më i vështirë është vazhdimi i betejës, në atë hapësirë që ke. Ne këtë do bëjmë. Edi Rama do festonte nëse ne do bojkotonim. Por ne nuk do japim atë kaqësi atij. Ne do ta luftojmë atë çdo orë, çdo ditë, kudo që jetë. Duke qenë se nuk do të bojkotonim garën për Tiranën, kur do mblidhet kryesia për të shpallur kandidatin zyrtar të Partisë Demokratike? Deri në këto momente kemi vetëm 3 kandidatë të propozuar nga aleatët, Edlira Çepani, Ermal Hasimja dhe Florian Haçkaj. Apo janë këto kandidatët potencial të Partisë Demokratike? Këto janë emra shumë të mirë. Janë personalitete me vlera qytetare dhe morale të pakrahasueshme. Partia Demokratike, siç unë kam shpjeguar këtu para jush, gjatë këtyre kohëve është bërë me modelin, jo me emrat. Me aleatët tanë, ne kemi diskutuar për modelin që do ndjekim. Do me thamë, do tjetë ky një kandidatur politike e Partisë Demokratike, apo nuk do jetë? Do tjetë ky një kandidatur politike e koalicionit, apo nuk do jetë? Do tjetë ky një kandidatur e pavarur që do e mbështesin të gjitha partitë e koalicionit, apo nuk do jetë? Pra, ku është konfluimi më i madh? Do më thënë, ujdia më e madhe. Në cilin model? Por ne, kandidatura kemi të pakrahasueshme me korbën e Covidit, dhe ne nga gara nuk të rriqemi. Ju cilin model mbështesni? Tani, unë i rezervoj vetës të drejtën që të mos prononcohem. Jam i gatshëm të mbështes modelin që pranohet më gjerësisht nga opozita. Kemi brenda kësaj fundjavë kandidatë zyrtar? Mundet po, mundet. S'të them me siguri se kam, po mundet po. Përveç Tiranës, zoti Berisha, zgjedhje ka dhe në 5 bashki të tjera të vendit. A i ka gati Partia Demokratike kandidatët edhe në këto bashki? Dhe kur do i prezentoni? Kudo Partia Demokratike i ka kandidat gatshëm. Ka. Kjo është forcë politike kryesore e vendit. Po merren strukturat, po merren me këtë dhe Partia Demokratike do paraqes kandidat më të mirë. Në pafshim.